qeverisja lokale do të jetë e përgjithshme, transparente, profesionale dhe gjithmonë në shërbim të interesit publik. Nëse dikush e meriton sot të jetë kryetar i Suarekës, pa asnjë dyshim e meriton Dardan Berisha. Por betejë jonë e parë është që me datën 12 tetor Dardanin ta mbështesim për të qenë në balotazh me kryetarin aktual. E për çka ju ftoj që të punojnë bashkë të na ndihmoni deri në 12 tetor në orën 19, kur votat tuaja për Partinë Demokratike të Kosovës për numrin 191 dhe për Dardan Berishë do të jenë votat që do t'ja japin një drejtim të ri Suarekës. Ne vijmë me një plan të qartë, me vizion dhe me ekip që ka energji dhe dijen për ta kthyer këtë vizion në realitet. Kërkojmë nga ju mbështetje, sepse suksesi ynë është suksesi i Suarekës.